Audio Jungle. Përshëndetje për krejt shikuesit e televizionit tonë, televizionit TV Mediasit dhe ditës me ne, po takohem edhe sot si çdo ditë tjetër të javës me mua Diorën për të biseduar edhe për tema dhe me të ftuarat që i kemi. Sot faktikisht do të flasim për një temë goxha aktuale, sepse jemi edhe krejt në përfundim, pa edhe pak ditë mbesin drejt fundit të vitit shkollor, pikërisht për krejt sfidat, vështirësitë, problematikat, do të flasim me psikologen Triga Visoka si dhe me nxënësen Ina Aliu. Pikërisht to kanë ardhur për me na tregu se cila nga dimensionet e tyre se çysh e shohin, pra Inën e kemi nxënësen më të dalluar të shkollës së saj, si dhe Trigën e kemi një ndër psikologe më të mira në vend, kështu që ju falenderoj shumë që keni gjetur sot kohë, edhe padyshim që ndoshta do të shëllojmë një temë shumë interesante dhe që nuk preket zakonisht shpesh, edhe kemi një nxënëse që mundet me na tregu edhe për përvojën e saj drejt për drejt aty, po ashtu edhe Trigën që e kemi edhe në institucionet shkollore, kështu që faleminderit shumë që keni gjetur kohë. Faleminderit shumë Diora, kënaqësime që jemi pjesë e emisionit, sot pak më e veçantë edhe me një super nxënëse të shkollës Asim Vukshi. Kemi ardhur për me diskutu temën që ti Vesa e përmende. Besoj që është një temë e cila ka nevojë me elaboru, sidomos në aspektin psikologjik, po edhe prej perspektivës së nxënësës me dëgju pak mendime se cilat janë sfidat e nxënësve sipas saj gjatë fundit të vitit shkollor. Kemi mundu që si gjithmonë me transmetu, me jap mesazhe sa më të mira për krejt shikuesit që na përcjellin. Faleminderit. Padyshim po mendoj që edhe Ina ka më na tregu pak edhe rreth ndoshta përvojës së saj si nxënëse. Po ndoshta do të ndalemi edhe tek përvoja e një psikologes që e sheh edhe punën aty çdo herë dhe çdo vit, ndoshta është ndryshe nga vitit që e lën pas nga qysh e sheh ndoshta nga dimensioni yt si një psikologe, ndoshta e shkollore, e shkollës. Shkollor krejt në fund. Realisht Diora fundi vitit, sidomos për shkollat është kogja i ngarkum, këtë rast edhe për psikologë, nuk janë mësimdhënësat vetmi që ngarkuan ose janë për fundim të notave ose kanë mbyll notat e nxënësave gjëra të tilla, po edhe psikologë ka atë pjesën e vet. Pse kjo? Për shkak që në fund të vitit klasë e nënta, sidomos po foli domethënë për ciklin e nalt, këta 6-9, klasë e nënta janë në përfundim të vitit shkollor, edhe realisht ka nevojë që me ju dhon këshilla për orientimin në karrierë, kështu që psikologja duhet më angazhu në këtë aspekt. Zakonisht në çdo vit, sidomos për këtë vit, na kemi filluar që në shkollën Asim Vukshi me pas edhe klubin e orientimit në karrierë, cilin e kemi formuar bashkërisht me arsimtaren e gjuhës gjermane Albina Krasniqi dhe arsimtaren e teknologjisë Ermal Jaj, po i përmendet tash emrat vetëm për mi nderu pak edhe... Ashtë edhe kolegë, da. Gjithsesi edhe pak normal edhe për mi falenderu për bashkëpunimin, se kjo është diçka ekstra jashtë punës tyne që e kam bo për me u angazhu me nxënësa. Dhe prej fillimit vitit kemi bo aktivitete për orientimin në karrierë me klasë e nënta, po kemi përfshi edhe klasë tjera. Në fund të vitit tregova në këtë pjesë psikologja në këtë rast është kogja angazhume. Duhet me mbajt ligjërata me fëmijët, në anën tjetër ofron edhe sesione individuale, për shembull për klasë e nënta, për nxënësit që dojnë me marr këshilla një farë forme rreth asaj se ku më orientu, domethënë janë hamendje, janë më dyshje se çka duhen me studiu, po në anën tjetër këtë vit për shembull kemi bërë fokus grupe, unë kam ftuar një koleg timen, i cili ka OJCT edhe bashkërisht me ta kemi bërë disa fokus grupe, domethënë kemi zgjedhur deri në 30 nxënësa prej ciklit 6 deri në 9, edhe me secilin grup kena marrë diskutime në lidhje me orientimin karrierë. Se përmenda pak më detajisht, po dashta veç kështu si detaj. Patjetër edhe pikërisht këto aktivitete që i bojnë edhe i motivojnë edhe nxënësat. Gjithsesi. Sa po është interesimi? Shumë i lartë. Ata me nxespresin që me bu diçka të tillë, edhe sidomos këto aktivitetet ekstra jashtë kurrikulare, po them domethënë këto jashtë proceseve mësimore janë maset mirë së ardhura për fëmijët, sidomos kur i bën psikologja, janë shumë të mirë pritura. Edhe kjo që e përmenda që kom bo me orientimin karrierë që zakonisht bëhet në fund të vitit shkollor, është prit tejet mirë për nxënësave, ka qenë diskutim
tepër i mirë, do me thonë, kena prek dimensionës e tema që nështë nuk jem prek ma herët, për shembull e kena pyet fëmijët cilat profesione nuk i kishit bu asnjëherë, cilat profesione i kishit bu. A mendoni që është parja i vetëm indikator që ndikon të përgjithësi të trinj, do me thonë që me zgjedh një profesion. Cila ka qenë ndoshta përgjigja kështu ma, po themi, e përgjithshme? Fatkeqësisht shumica kanë anu ma shumë ka ato profesione që janë profitabile. Edhe me klasën 9 kur e kemi bu në fillim të vitit një pyesor, jem përgjigj që ma shumë dojnë me shku ka këto profesionet programer, mjek, arkitekt. Njëtat përgjigj kanë konë edhe në fund të vitit me këta 30 zonësa që kemi majtë fokus grupe. Kanë gjithë profesionet që edhe janë ma me emër, dhe më thonë, e ka një farë prestigje dhe përgjigjet të tyre paka shumë kanë ndonë me kuptu. Po, kur diskutëshëm për këtë pjesë, ka pas edhe prej atyne që kanë thonë ndjekje ato që unë e kam dëshirë, absolut. Tani Ina na të regona ka me ndjekë pasionin e saj. Po, djora më përgjithsi kanë anu ma shumë ka këtu profesione që jenë ma me elit, ose ma prestigjioze që kanë ma shumë. Qëka do të thotë kjo ndërsta të ringa, sepse edhe si psikologe, ndërsta ma mire mundesh me po edhe ndërsta të krejt këto që ka na të regojnë, sepse ne ndërsta ma heret as nuk i kemi ditë profesionet që ndërsta munden me qenë pak ma me prestigj, që tha me emër, edhe që po ashtu janë profitabila, që sillin më shumë para, po ndërsa është mosha shumë delikate për me fillu, dëse është mirë. Realisht djora qatë sa e ka anën e mirë, e ka edhe ato anën negative, se normal është mirë me dëgju një fëmijë që donë mu bo mjek, që donë mu bo arkitekt, biznismen, po kur e dish arsyën mrapa kësaj, edhe kur e shishe që arsyet kryesore pse pe motivojnë jo veç në shkollën time, po në përgjithësi, unë e di edhe në shkolla tjera janë ma shumë të përfitimet materiale, dhe më thonë shuma që fitohet, ose ai prestigji që e thash pak ma herët, po kryesisht dhe më thonë të ardhunat, ana ishin ka profesione që cilin ma shumë të ardhuna, kjo nuk është edhe një indikator i mirë. Unë e di krejt kemi nevojë që mu përmbush materialisht, është nevojë, do më thonë është nevojë ekonomike, po jo me lonë që me hup identitetin tënë, me shkatru personalitetin tënë, me shu dëshirat ëndrat e tua, veç pse tjertë për shkojnë qa drejtim, ose pse është një top shkollë, ose një top profesion edhe unë e me nduanej. Pa tjetër, të këshilla shumë të mira, po kemi pak tek Ina, që është këto me neve dhe që po e themi është në nëzënës sa me mirë, po themi e shkollës asin vokshja në Prishtinë. Ina, që shëshet të i kretë fundin e vitit shkollora, e pret me gzema, është një farë ndërshtar, një farë momenti kështë ma sajtë, po themi, ma piklusa. Fundi vitit shkollor për neve është, me thonë, një pjesë krenuse, për shkak se se cili prej neve ka arrit me përfundu në muaj me rodhë, ose me thonë edhe 10 muaj, se cili me suksesin e vetë. Për mu, mendoj që është fundi vitit është edhe kryesisht një pjesë më e nevojshme, për shkak se edhe ne si fëmijë kemi nevojë me pas një pushem 2 mujosh ose 2 mujosh e gjys, sa do pak që me rikthy ato fuqitë edhe me rikthy pozitivitetin përsëri. Është edhe një pjesë pak më me thonë pak me mërzim për shkak se nuk kemi po do me thonë shoqërinë për det, edhe nuk kemi po se cilat aktivitetet do me thonë për det 5 herë njoftë, ose me po se cilin arsimtore se stafin shkollor cili t'ja pozitivitet. Po, cilat do të ishen një prej sfidave që i keni jo si nxënësa, se na e kemi pak atë mësimin hala, po më duket tradicional, ndonë se tash edhe shkolla, sidomos në Prishtinë, sidomos shkolla asim vokshim ka ra dhe zisar me qenë edhe bashkë me juve dhe me i po aktivitetet, edhe aktivitetet që shumë të mira, inovative, që po e hekin këtë mësimin tradicional. Po këto notat, testimin, ndështë edhe të ringa mandej mundet me nga kalzut që është ndikojnë të nxënësat, po më intereson me ditë nga një nxënëse, që është ndikojnë ndështë notimi, testet, që është përvoja jote, Ina? Notimi, testet e knasi nxënësa kryesisht është një pjesë pak ma stresuse, për shkak se e kemi na se cilë e kemi, do me thënë, ka një gjysën periodë ose një periodë caktume, ku i kemi njësit e caktume brenda 2 mujoshve dhe në fund një periode, do me thënë, testoheme. Është një periudhë pak ma stresuse, për shkak se se cili prej neve këshur me shku nga ona ma e suksesshme, do me thonë tek notat më të larta. Edhe notat më të larta, do me thonë, është pak ma fështirë për me arrit, se sa notat më të olta, ku se cili prej neve, do me thonë, prej nxënësave këshur me anu nga më e mira ose nga më pozitivja. Edhe
për ne si fëmijë mendoj që është pak më stresuese, varet edhe prej karakterit të fëmijës, ku disa e marrin domethënë si pjesë më tragjike, ndërsa disa e marrin pak më qetë për shkak se e dinë që mujnë edhe m'ja dal. Për neve si fëmijë mënet edhe mos me qenë stresuese nëse kemi domethënë angazhim gjatë tërë kohës, ku pastaj në pjesën e testeve ose të pyetjeve mujna me kon të lirum ose mujna me pas shumë e lehtë domethënë mësimin e njësive. Po, për ty ndoshta, sa e merra për zemrës, për shembull, të shoh një notë pak më të ulë se ajo që e mësu ti, po besoj që veç se je dhe shembullore, merr nota të shkëlqyera, po ndoshta mundesh më na kallëzu edhe për shoqet, shokët këtë rast të klasës. A mërziten ata, për shembull, kur e marrin një notë më të ulë se 5-shja, një 4-she, veç zakonisht nxënësit e dalluara mërziten, e s'po e di ti Ina, a mërzitesh? Sa i merr goxha për zemrës apo jo? Unë për veti edhe si shoqënia jam, për shkak se shoqënia jam është kryesisht shoqëni pozitive që anën domethënë nga notat shembullore. Normal është të vërtetë që në çdo test nuk mundesh me kon më mirë edhe me pas domethënë gjithë nota pozitive. Kryesisht unë edhe si shoqëni, nëse marrim një notë pak më të ulët, atëherë normal që ai pozitiviteti edhe ajo energjia e mirë ka më naro pak, po është një diçka që e kalojna plotësisht krejt lehtë, për shkak se nuk është, më me thonë, fundi i botës, është vetë një notë që mëret më përmirësua dhe nuk ka me ta ndryshuar perspektivën si fëmijë. Edhe unë edhe shoqënia jonë, domethënë, pjesën e notave morrim shumë pak stresuese për shkak se siç thash, ana nga një shoqëni shembullore, edhe tregojmë njëri tjetrit ose jemi aty për njëri tjetrin kur do që kemi nevojë, edhe mendoj që për mua edhe për si shoqëninë tam, edhe nëse marrim një notë pak më të ulët është gjithmonë e mirë kuptueshme. Patjetër, sidomos për shembull kur ka momente që edhe të shojnë për një notë, domethënë këto momentet janë goxha që të lojmë me mendu, sepse as pak notat nuk është që definojnë personin. Ndërsa të ringa mundet me nga tregu se qysh ndikojnë pikërisht notimi, testimet edhe nga përvojat personale që i kanë nxënësat me ty, të ringa. A është kjo një ndër sfidat ndërsa që e kanë gjithmonë gjatë gjithë vitit, po themi, notimi, testet? Po, Diora, unë kam pas raste, bile të e bu pyetjen më kujtu një rast, një nxënëse, ajo është një nxënëse shembullore në shkollë, shumë e dallume, tipik fëmijë angel, tash po shprehna kështu bukfalisht, edhe po vjen ditë po më takon në korridor edhe po kërkon që me saktu një termin ton. Edhe unë bashkë u bona kurioze çka ka, çka po mundon, edhe kur ardh ajo në ka qenë klasën e 6 atë, nëse s'kujtohet, tash është edhe ai tranzicioni pit 5 në 6-ën, edhe po kam ta shumë stres për më pyet. Do me thonë, qaq shumë kish stres, a realisht ajo i kish krejt 5-she. Do me thonë, kur kom fol me kujdesarin jotha, i ka krejt 5-she. Po, do me thonë, stresin është ta ky tranzicioni pi klasës 5-6-ën, që ka kalu me arsimtar, e krejt këto kanë ndiku, ajo ka qenë edhe normal, e tha edhe Ina edhe një element ma herët që më pëlqej shumë, varet edhe prej karakterit fëmis, ka fëmijë që e kanë karakterin ma të fortë, din me menaxhu këtë pjesën akademike ma lehtë, thjesht e kanë edhe si tipar, unë e menoj që është ka njerë më duket edhe pak si e linte kjo. Ka tjerë që nuk arrin me menaxhu mirë, stresuan shumë, nashta janë shumë të mirë me një fushë, ose janë të mirë në aspektin akademik, por shkaku i stresit, i ngarkesës, presionit shokëve, do më thonë nuk arrin që me performu mirë. Edhe tregova, do më thonë kom pas raste tilla, kjo ka qenë një prej rasteve që i kom pas që ka ardhur nxënësi edhe ka kërku që me u trajtu te psikologja dhe ka ardhur disa seansa radhaze, derisa ka ardhur me një pikë që është shqetësuar. Realisht notat i ka pas krejt 5. Do më thonë ka qenë një rast interesant, se i ka pas notat krejt 5, po ajo e ka një presion tepër të madh, do më thonë për me u pyet, me dal para arsimtarëve. E ka pas si një lloj treme para atyre. Në këtë rast, unë po mendoj që edhe arsimtarët, mësimdhënësit në përgjithësi duhet me qenë të kujdesshëm. Normal është mase e duhur e nevojshme që mësimdhënësi me pas atë autoritetin, do më thonë atë figurën që mu respektu gjithmonë prej fëmijët, mirë po me gjetë një mesatare, se me të vërtet prej rasteve që unë e kom dëgju, po unë e kom edhe raste në familje që mësuesi ose mësusja që ka qëllu me një qasje ju të dur, ka mujt me ndiku që me shkaktu traumat e fëmijë që mu përcjell me vitet tona. Unë e kom familjarët mi që për shkak të një mësuesit, tash po them, me qasje ju të duhur, që e ka pas, me një qasje shumë ma diktatoriale, dhe më thonë, qasjet këtyne hershit, për shkak qasjes të tillë që ka përdorur me nxënësa, ka ndiku që mu kriju
një traume madhe të X familjari jam, sa që për një kohë gjatë ajo është tut më do të thonë ka pas fobi me shku edhe te frizere. E me dal. Deri në çat pikë kam rritë që do të thonë kur ka shku për shembull te dentisti, është duhet gjithkush me shku ose në familjare vet ose ona ose dikush tjetër. Ose do të thonë raste të tilla. Edhe në shkollë, njëjtë, po them specifikisht në shkollën tam, po përgjithësi unë kam dëgjuar raste që në rast që mësimdhënësat nuk janë të kujdesshëm ose kanë një qasje të keqe, po them, po shprehna direkt kështu, po ka të tillë që kanë një qasje shumë të rëndë me fëmin, e me fëmit edhe kjo mundet me ndiku që ata me pas trauma që me u përsjell ndoshta edhe deri te një moshë madhore ose edhe të njëjtën, domethënë kanë një traumë prej mësuesit, edhe tregova rastin, një rast konkret, domethënë me vitet tona ka shku deri në fakultet, derisa e ka hek tremën, e cila është shkaktu prej trysnisë që i ka bu mësuesi ose mësuesja në klasë. Shumë kështë e tresht me ndëgju, po faktikisht edhe thirrja që e bën e tringa që të me qenë shumë të kujdesshëm, pa tjetër vlen, sepse tash ndoshta isha ndërlidhur edhe te një temë tjetër e cila është edhe ankthi. Ajo është pikërisht sepse kemi ndëgjuar që pikërisht edhe nxënësit shpesh edhe kanë probleme me ankthin pikërisht kur është puna te notat, te kjo, nuk për marrë një notë mirë, për marrë një notë keqe, po tut nga mu pyt, që e përmendë dhe të tringa, edhe kam probleme dhe me ankthin, a vjen kjo si pasoj e pikërisht e këtyre dukurive që ndodhen? Po, këtu janë faktorë të ndryshëm, mundet me ndiku për shembull dhe ora qasja mësimdhënësit, nëse është një mësimdhënës që është më i rapt, ka kritere më të larta, kjo ndikon që shumica fëmijëve edhe me përjetu ankth ose me pas nivel të lartë të ankthit. Mundet me qenë edhe faktorë të tjerë, për shembull e kanë disa landë mu pyet, se zakonisht kur pyetën nxënësat në fund vitit, pothuajse krete landë janë brenda një jave. Tash një ditë për shembull mundet me ndodhë që pyetën gjeografi, tjetrën ditë histori. Me rand. Me rand, domethënë edhe kjo mundet absolut me shkaktu shumë stres ose ankth. Mundet me kanë edhe vet karakteri fëmis që është shumë kërkues me vetëm, po nuk dën me bu një farë balance, për shembull që ina besoj që arrin me menaxhu shumë mirë këtë pjesë, më thonë edhe është kërkuese, na jap tash besoj një mesazh. Ina është edhe shumë kërkuese, po në anën tjetër arrin me pas nota shumë të mira, po edhe me pas një balance emocional. E do fëmi nuk arrin me bu këtë gjë. Kto mundet me ndiku edhe për kraja prindve, pak edhe personaliteti, mënyra që fëmiu është rrit, karaktere, do fëmijë që janë pak më impulsiv, e kanë ndoshta më probleme me kontrollu këtë pjesë, po duhet me marrë atë pjesën akademike një farë forme me u mshiru me to, me u familjarizu me to, që mu bua ajo pjesë e përditshmërisë jo, me u kthy ajo, mos me pasë në qef qatë pjesë edhe në fund të kthehet në ankth. Domethënë se ankthi mas shumë të shkaktohet prej mjediseve të pasigurta, prej rasteve ku fëmiu ose nxënësi ndihet i pasigurt. Kështu që në raste të tilla është mirë që edhe prind me punu, edhe mësimdhënësat që me e bu shkollën një ambient sigurt, domethënë me bu shkollën një ambient ku kur fëmiu vjen nuk thot o ku qyshe kaloj ditën sot, do me thonë... Se shumica po mdoket edhe nxënësat kur qonë në mëngjes, veç kur e din që kanë më pyetje, kanë një stres, nuk i shkohet as në shkollë. Unë e shon në testin, paka shumë edhe në gjuhë trupore, mund është mi vrejt kur s'janë në disponim, kur vrejt që vinë kanë njerë në shkollë, veç sa me thonë po vi. Ajo është shumë e rëndë, është shumë për mu shqetësu. Kështu që në raste tilla menoj që edhe prind duhet me folë shumë me fëmijët, me një farë forme me aletsu këtë procesin mësimor, mu bu edhe shok për ta, po edhe mësimdhënësat mos me qenë shumë rigoros, po as mos me qenë pa pik autoriteti, po me gjithë një farë mesatare që me kriju një klimë përshtatshme dhe pozitive. Po këthejmë ndërsa te kina me nga të regu paka shumë edhe rrët pjesës se qysh e përmendi të ringa që i menaxhon goxha mirë, ndërsa dhe notat e këqija dhe notat e mira. Notat e këqija, po mendoj notat pak më tolta se notat këqija s'ka. Qysh ja del Ina, ndërsa je mësu që janë ato të përkëshme, mundesh me përmirësu, nuk janë që janë shumë serioze, po që gjithmonë do të me u mundu për ma të mira, na? Unë për vetja dhe unë me shoqnin që më rrethon e kemi pa që tash po foli kryesisht çështje menaxhojone. Unë jam shumë kërkuese prej vetës. Këshyri do me thonë me arrit suksesin maksimumin do me thonë cilin e shoh veten që më me arrit. Edhe kryesisht notat tonë nuk kam dëshirë milion për moment fundit. Si tash jam shumë kërkuese prej vetës edhe filloj do me thonë ka rast një javë më përpara se me pas një notë, do me thonë arrimi menaxhu
notat kur i këm edhe pakasisht që mos me marrë krejt në barë mbi shpinë. Gabim që e kemi bo, besoj që edhe one, kur për kujtoj se për më kujtojë tina, ndoshta që e kemi lon krejt për fënd, nga një herë dhe tani që kjo nga ka pru shumë stres. Kështë një këshill shumë e mirë. Është filloj dhe me thonë kryesisht disa det ma përpara për me mësu, më varet edhe për i landës, disa janë pak ma atleta, disa janë pak ma kërkuse, më varet... Me cilat lanë të janë zakonisht? Me këtu ma atletat, a me këtu pak ma të pështira? Unë kryesisht kam qef me fillu pak ma të pështira, që tani fundi me mardh pak ma rjedhimisht, pak ma let. Nuk është që kam stres, ka shumë fëmijë dhe me thonë që shë dhe në shkollë ka pas rast, ka fillu me qoj, dhe me thonë ale pa e pas testin, ka fillu me udridh, sepse ka pas test. Ose që ina dhe me thonë një mënu me ngushlu, ose mja dhoni këshill sa ma të mirë që me stopu, ose me ndalu, ose tek dhe me thonë rastet ma të nojta që kemi shku, kemi bisedu edhe me arsimtarin, për me na ilonin për një dit tjetër që me mujt me u pregadit. Për veti do me thonë nuk jam nga ona emocionale, do me thonë nuk është që filloj me qajt edhe nëse kam stres shumë, ose kam e ku marrë një not pak ma toll. Është gjithë shka do me thonë është normale edhe stresi edhe angthi do me thonë me i përjetu për shkak se jemi fëmi edhe mundet me naro do me thonë për me mbi shpin e tëra ajo ngarkes që mundet me naro do me thonë të një not ose të një test. A ka pas në lanë që ke pas shumë ma të vështir ina? Ose që do të me mundu pak ma shumë? Matematikë të reguve që je shumë e mirë. Po, është edhe mirë. Asimtuar kanë me përcjellë që t'intervizve se... Po ruam po flasim, nësë është edhe fundi vitit. Do të më urita. Jo, nësë po thëmë që është, vësim dhe nësi kesh, po lojnda që është pak ma e vështirë, ma kompleksa, po për shambull matematika gjithmonë mu ka doke e vështirë, ndoshta që edhe ves jo më ko ma shumë ka shkenca sociale, e që ajo mu ka doke ma e vështira. Me shiku kështu se cila prej lojndëve kërkojnë ka një diçka, se cila prej lojndë dhe më thonë e ka vështirësinë e vetë ose lehtësinë e vetë. Kryesisht për neve, si është njëzë për neve si nëzonë, sa na vjen kryesisht pak ma rënd geografi, histori, fizik, kimi, dhe me thonë lëndë shkencore, matematika, lëndë shkencore, ku dhe i kanë afer kabinetet. Bashkë që tu lëndë i kanë afer kabinetet. Kemi në kabinetet, dhe me thonë gjithë në nga tjetërën. Edhe matematik, fizik, kimi, biologi, dhe me thonë janë lëndë cilat kërkujnë pak ma shumë për kushtem edhe janë lëndë logjike, dhe me thonë ku logjika dhe me thonë du të me konë maksimum për me i kuptu. Prej meje do me thonë fokusi maj madhë shkën të lëndë shkencore, këto lëndë të tjera do me thonë mund vinë të pas të rrjedhimisht shumë letë, edhe kur të kemi me mësu do me thonë kryesisht fokusuna ma shumë të lëndë shkencore. Po, dhe përmadet kabinetet, sa ju kanë ndoshta ndimu edhe juve, sepse ne ndoshta nuk i kemi pas edhe shumë të zhvilluar, asë të mos kabinetit kemi pas numër të pak, 1, 2, ndoshta po, e tash ju i keni edhe kabinetet, që mundi me po edhe nga ofër, krejt që ka mësoni, a ju kanë ndimu juve si nëzëns? Po, shumë pjesë ndimuse të kënjësi ndonësa dhe kur të shkojmë shemë se cili, na kemi mësim kabinetek, edhe se cila lëndë e ka kabinetin e vetë, edhe të e po kryesisht tek lëndë shkencore, tek biologjia do me thonë e kena skeletat, kena ndërtimin trupor të njeriut, edhe neve na i bërë me kuptu do me thonë shumë alet temën për cilën jemi të full, edhe ketë do me thonë ketë kuptimi asoj lëndë cila është. Po këthejemi pak të këtringa me qenë se kem duke folë edhe për ndërshta këto sfidat e fund vitit, e përmendit edhe raste tringa që ka, për ndërshta mundesh me nga të regu paka shumë edhe sa do të me qenë suportues edhe familja, edhe prindërit këtë ras, po edhe mësim dhënsat, sepse dim që edhe për ta është gogja e vështirë, kështu edhe fundi vitit, kështu edhe ata janë gogja të ngarkuma, se po i lojmë ona shpak. Që sot ishe shumë prind të shkolla atuar, dhe më thonë me atë ngarkesën e fëmijëve. Po, Diora, unë mendoj që si prindrit, ashtu edhe mësimdhënësit, e ka një rol shumë të madhe në këtë pjesë, punisna prej familjes, për fëmijën, po fuli personalisht prej përvojës tam, unë e vetë si fëmi, fjalla e nanës tam, e babës tam kanë qenë gjithmonë ato që më kanë shëru. Edhe ndoshta një fjallë e tyne, një përgdhelje e tyne, ma ka hek krejt atë stresin, dhe më thonë që i bjen automatikisht që edhe këto gjendjet psikologjike në këtë rast stresi ankth janë krejt me bazë psiqike, edhe janë diçka që kalojnë momentin kur dina mi trajtu, nëse mrinë me një shkallë ma të ranë, po nëse jenë me një shkallë ma tullët, edhe mundën me kalu normal, edhe me një bashkëbisede me shuqin në ngushtë, ose me një person që neve në ndihmon. Edhe në këtë rast e di që të dy prendë, dhe më thonë si nana si babi kanë qenë gjithmonë
për krahas edhe asnjëherë nuk më kanë bu presion, domethënë këtu ka shumë rëndësi edhe prindërit mos më bu presion me fëmijën, për shembull me thonë duhesh 5 këtu ose mi marr krejt notat kështu. Kom dëgju raste që bujnë presion ose turisti të madhe mbi fëmijë që mi pas notat krejt 5. Këtë gjë duhet automatikisht me eliminu se e shkatron fëmijën në farë forme me dur tua. Zakonisht tringa se për ndërpres, edhe fëmijët për mduket që tutën zakonisht ma shumë prej që kanë me thonë ta qpise, qysh po dal para prindërve, one që e ko marrë një notë keqe, se sa ndoshta vetë fakte që e kanë marrë një notë keqe. Është e vërtet? Shumë e vërtet është, po, ka plot fëmijë që thonë, ndoshta hiç nuk i bujnë presion prindërit, po e kanë atë respektin ose atë frikën që mos dal kaq para tyre, mos i shgënjej, se normal prind janë personat më të afërt për një fëmijë, edhe e kanë atë presionin vetë brenda vetës që e krijojnë që me dal mirë para tyre edhe me u paraqit mirë, domethënë edhe në aspektin akademik edhe me nota. Kështu që në raste të tilla prap është mirë që prindërit prej një moshe shumë të vogël me komuniku me fëmin, ata mundi gjithmonë sigurt, me i fol edhe me bind ata që nota nuk është gjithçka. Në momentin kur një prind, një bab, një nani thot fëmijët vet që nota nuk është gjithçka, me rëndësi është edukata, edhe arritjet shkollore, po nuk do me thonë gjithësysh me figuru me numër, unë besoj që fëmiju ka me kuptu shumë prej saj edhe ka me largu këtë stresin ose ankten që mundet me ju paraqit me naj notem ose me naj rast saktum. Në anën tjetër edhe mësimdhënësit, e përmena krejnë villem, ata e kanë një rëndoshta hala, edhe ma të rëndësishëm se më vetë në shkollë, qysh e ceka pak ma herët, duhet me gjetë një mes të artë, mos me qenë edhe shumë rigoros që me kriju, një frikë të pashpjegueshme të fëmijës, se unë kom taku fëmijë që për shkak të qasis shumë të rëndë të arsimtarëve, të profesorëve, të mësuesave kanë mri që me t'i kalu edhe në çrregullime të tilla që janë ankthë edhe ankthë social, edhe duhet që me evidentu këtë lloj qasis, mos me pas këtë qasje. Unë e kuptoj që mësimdhënësat e kanë nevojën edhe duhet me pas autoritet absolut, jam pro kësaj, mirë, po ju deri në çat mas që me pas autoritet të teprum që mi dëmtu fëmijët ose ata me ilon me naj traum. Po në anën tjetër, do më tonë, mos me qenë edhe krejt doshlirë, që fëmiju mos me ditë as kush po jenë në klas, as mos me konceptuat figurën e arsimtarit. Zakonisht dhe nxënësat mande e shfryzojnë për e shfryzojnë rastin edhe masanej, edhe në aspektin akademik, edhe në aspektin e sjelljes, do më thonë, nuk kanë kufi një farë forme, po mu mundu me gjetë një mes, do më thonë, edhe me pas kriter, po në anën tjetër edhe mu sill mirë, me fol qetë, me fol qartë, me spjegu mirë, me bu orën atraktive, në mënyrë që fëmiju mos me pas stres ose një shmangë që tyne ankthit ose gjendjeve të tilla psikologjike. Vizitat që i bojnë tringa nxënësat, ajo faktikisht me të shpeshta gjatë gjithë vitet kështu, po a fokusohen më shumë ka fundi vitet? Realisht në fund vitit, po ka për nota, do më thonë për pjesën e notimit, edhe tregova në fillim që përmenda pjesën e orientimit në karrierë, po thuj se ka për gjatën vitit. Për shembull vitin e kalum, më kujtohet kam pas më shumë raste që të fëmijëve që kanë pas stres, më pyet lëndë mësimore, nuk po them rrjedhim gjithçysh për shkak të mësimdhënësit, por për shkak të spojlojmë as pak fajtora, mësimdhënësat vetëm po flasin për një dukuri që ndodh, na ka ndodhur krejtve. Absolut. Edhe domethënë ndoshta për shkak të ngarkesave, pritshmërive, ndoshta ata vetë kanë ndërtuar çat imazh që duhet me qenë gjithmonë perfekt edhe mi pas krejt pashe, edhe kanë kalu domethënë me një stat ku kanë mbrimë një ankth që nuk kanë ujtë me menaxhu, edhe kanë kërkuar ndihmën e psikologës. Përndryshe mësimdhënësat jo vetëm shkollën apo punë, po besoj që në krejt shkollat janë të mrekullueshëm, e bujnë një punë të mrekullueshme, edhe i kuptojmë edhe na e kuptoj shumë mirë pjesën e tyne, e di që edhe ata janë shumë të ngarkuar, nuk është e lehtë me menaxhu, me qenë kujdesari një klase, me menaxhu 5-6 klasë ose sa ju japin se me menaxhu një orë me 30-40 nxënësa, absolut e kuptoj këtë pjesë edhe jam shumë pro tyne dhe gjithmonë mundona që mi përkra dhe mi mbështet, po normal që kur vjen puna të fëmija, besoj që ata e din hala ma mirë sonë se çfarë qasë duhet me pas edhe qysh duhet mu sill në këtë aspekt. Për ndryshon, prap po du me potencu që e boj një punë të mrekullueshme, si në shkollën as si në Vokshi, si në shkollën Ali Kermendi, në shkollën tjetër ku jam, po dhe në krejt shkollat e Prishtinës, menoj që mësuesat janë me të vërtet për me u vlerësua dhe mu ngrit në shkollën më të lartë. Domethënë profesioni si profesion është i shajtë edhe nuk besoj që shpaguhet me diçka. I stresuar edhe shumë ngarkesë që kanë edhe mësimdhënësat këtë rast. Jina ndoshta mundet me kallëzu çfarë raporti ki me mësimdhënësat.
Si, unë besoj që je preferuara e tyre, pasi je nxënëse e mire, ma e dalluara, e ma e mira e shkollës. Kryesisht, mësimdhënësat e na, po ashtu dhe nxënësat kena shumë bashkëpunim në mes vete, jemi shumë të afërt. Mësimdhënësat janë për mu, është drejtimi i parë ku në shkoj mu drejtu nëse kam një problem, diçka nëse më ka shkaktu një diçka stres ose ankth pas psikologës. Mësimdhënësat e na dhe me thonë janë ata që e mojnë edhe orën këgjat repsisht dhe këgjat mirë, po edhe në momente caktume, dhe me thonë jemi ku ka njerë bojmë edhe ajgore, ka njerë qeshim, bojmë na i lujmë rëna orës, dhe me thonë nuk është nasim vësht, dhe me thonë mësimdhënësat nuk jenë vetëm mësim. Kryesisht nuk janë non-stop dhe me thonë vetë orë mësimore. E kemi nga njerë bojmë hajgarë, nga njerë kemi urtë lirë, nga njerë bojmë najloj, dhe me thonë po me boza mësimore. Cila është landa jote e preferume, Ina? Për momentin, landa e me preferume është biologjia. Për momentin, sa mirë umshe që më smimit hatrit të tjerve. Biologjia, okej, qka a e me ndonë ndështë ndonjë të ardhme si biologe? E vërtet. Po, a? Mësimdhënëse e biologjisë. Mësimdhënëse e biologjisë, okej, se kështë të pyjtë nështë edhe për andrat e tua mu, ma dhe përshtimit të që me matematik faktikisht keme umarë, po, okej. Ki ko besoj edhe me qenë se ka aktivitetet dhe për orientim, mund është me gjetë letësisht vetën, a, Ina? Tash për tash, me ndonë që me? Ka mësimdhënia. Ka mësimdhënia, pse të pëlqen shumë? Më pëlqen puna me fëmi edhe më pëlqen me pos një diçka që di me bone mas miti. Që që je ka mësimdhënia. Ani, përshpesoj që kemi, jo përshpesoj që, po besoj që kemi arritë edhe pa dyshim që do t'ja dalë që mundemi si kolege, ma ndemi me ju marë të dyja, va? Në është ta Ina në të ardhëmën, nuk i dijet mundët edhe në shkullë të na me marë mësimi. Shkullë besoj një model perfekt për shkullën edhe për mësimdhënësat në të ardhëmën. Pa tjetër. Tringa, me qenë se jemi ndështë drejt kësaj fazës, kur pikrisht edhe klasë të nënta janë, e kanë këtë fazën e tesit të semimaturës. Po të arritshmërisë. Po të arritshmërisë në këtë rast. Qysh është përvoja me ta? Janë ata pak më dalluar, sepse ka një stres në veti, a vinë me folë ndështë pikrisht për tesin e arritshmërisë, apo ma shumë i brengosë edhe kjo semimatura, qysh kanë me udokë mbramja. Fatkeqësisht nuk është që vinë edhe shumë shpesh, edhe pse kam dëshirë me arë, se e di që ka nivel të nalë stresit, po në është arinë edhe me menagju, po mënej që kjo është pak edhe lidhet me atë aspektin e kulturës të na, dhe më thonë edhe gjanat që shi përbalojmë, problemet tona, jena mësu që të mund me të i kalu vetë një farë forme, edhe pse kena nevoj për psikolog ose për nëjë profesionist tjetër të shëndetit mendor. Kanë stres, shkaku normal i testit të arritshmëris, që është edhe javën tjetër për ndryshe, me datën 23 nëse nuk gabaj, po unë është që të prind mundoni për kra shumë edhe mësimdhënësat, e kam pas masane i mramjen e kam pas pak ma herët, ajo ka qenë tama një naj kështu për shefe, që e kanë shiju kështu për fund. Po, kjo pjesa e tesit semimaturës, po, është një pjesë që nuk kam dyshim që shkakton krejtve stres, po që më rinë me menagju. Edhe një sen që më vjen keqën këtë pikë djura është që fatkeqësisht të na testi semimaturës nuk e përfaqëson një nxënës. Do të thonë pikët e arritura në çat test, rezultate nuk do të thonë që ai nxënës është ashtu. Ka shumë nxënësa që janë shkëlqyshëm ose ndoshta për 9 vite janë kanë për nxënësave më dalluar në shkollë, edhe me një rezultat pak më dopt në test, sikur përfaqësohet me çat. Do të thonë i mesin ato pikë të rezultatit i dalin në vërtetësi edhe me ajo si finalja. Do të thonë krejt ato vitet e tjera bin poshtë. Unë po nista prej vetës tam kur unë kom kry shkollën fillore, ka pas shumë raste tilla, edhe në shkollë tash ka raste tilla që ka pas nxënësa shumë të mirë, të shkëlqyshëm, po që kanë dështu me një moment, ndoshta shkaku i stresit, tash po djetë jo kopjun, jo bojnë trika gjona tilla dhe dominojnë ndoshta nxënësa që janë pak ma të gjallë ose ma aktiv. Ata ma të shkatë, a? Ma të shkatë në këtë pjesë. Kështu që më vjen shumë keq edhe në aspektin psikologjik ndikon shumë keq edhe i thanë shumë kjo pjesë të fëmijët. Une personalisht isha kom për me largu krejt ose me bu një metodë tjetër, po jo një metodë tillë që me dështu nxënësat e shkëlqyshëm ose në fund me figuru veç ato pikët e testit semimaturës edhe me që ato me ra
pret ato 9 vite poshtë, ose nuk më duket edhe drejt pse ndoshta një nxënës i cili nuk ka tregu interesim ose s'ka dhonë prej vetës, se realisht nxënësat e shkëlqyshëm ata janë mundu gjithmonë, do më thonë kanë kalu kohë, kanë investu për me mrinë që atë pikë, edhe me një test, me një arritje ndoshta pak ma tullt, me u shkatru krejt ajo, e këta tjerë që ndoshta nuk kanë dhonë shumë prej vetës, ose kanë ikë ndoshta dhe prej orëve, ose thjesht nuk kanë qenë nxënës të dallum, ose pak ma të ngritun akademikisht, mundën me pas sukses në test tillë edhe me që ato ndoshta i mbulojnë krejt këtu. E për mendimin tam nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë, sidomos ndaj fëmijëve që... Po sugjeron që me ndalu, ndoshta më mirë krejt. Unë realisht isha kundër, edhe shumë ma mirë i shkom në vlerësu notat, veç pjesa qysh i ka pas notat, do më thonë suksese, se nëse te e ki një fazë keqe, e ki ndoshta veç një herë, 2 herë, po kur ke qenë gjithmonë i mirë, i bjen që je konë konstante dhe do më thonë, je me të vërtetë nxënës i shkëlqyshëm, po për mendimin tam është më e mira kjo që mu marë parasysh notat, suksese, do më thonë për gjatë krejt viteve, e jo pikte semimaturës që zakonisht figurojnë në fund edhe me që ato, qatë shpik sa ke marë, me që ato identifikoshe që është shumë e keqe për mendimin tam. Ti jina që shmendona, edhe pse ti e në klasën e 7, po e mendon kështu, se zakonisht na janë nisim shumë herët me mendu testin, edhe zakonisht e mos i nxënësat goxha na rikujtojnë që e keni testin arritshmërisë, tani mësoni. Po zakonisht edhe kur të pyetëm për shembull, na pyetin për ndaj term diçka më specifik, edhe na i bojnë mësoj se ka metron test naturës. Cemi maturës, tregohet se unë që e kom po dhe nxënësat edhe gjeneratës klasës 9 që jemi duke i përcjell, edhe familjarët që i kom pas, do me thonë prej shkurtit, do me thonë, ose prej mujtë mars, fillojnë e kemi testin e semimaturës në fund, atin ka fillu me në rok strejsi, edhe unë kisha sugjeru që është një test që përderisa 200 pikë, do me thonë, nuk të përfaqësojnë ty si njeri, ty të përfaqësojnë diftesa, që e marrë në fund, edhe notat edhe sjellja jote, edhe unë e kisha sugjeru, do me thonë, është me largu, se për shkak jemi të e pas stresin cilin është të shkaktu, edhe se shumë fëmijë, do me thonë, si shta dhe psikologja, arrin me bo naj trek diçka me kopju se diçka, dhe në fund arritin me pikat nolta, ku edhe kemi po për shembull fillimisht si të kryesh klasën e 9 veçën sa pikë ke pas në test maturës, edhe tani këqyrin edhe a dojnë me të pranu për shembull shkollë mesme ajo. Nuk notat edhe vrejtjet, nota e sjelljes ose diçka, janë ajo që shumë pak, do me thonë, fokusohen, mendoj që fokusohen ma shumë se sa pikë ke pas në test, se sa çfarë nota ke pas për 9 vjet. Po, shumë e vërtetë. Edhe është për me dëmshuri një farë forme kjo pjesë. Edhe ndërsa i demoralizon edhe nxënësat, edhe prindërit në këtë rast, sepse edhe ata janë mundu që për 9 vite, ndoshta mi udhëzon krejta kushtet, me i ndihmu po ashtu. Po edhe ndërsa një farë humbje vullnetit edhe nga ana mësimdhënësve të ringa, sepse edhe ata goxha një kontribut të madh dhojnë për 9 vite. Edhe ndërsa krejtë fund një nxënës që ka qenë shumë i mirë. Notohet dhe definohet brenda që edhe jina brenda që aty nga 200 pikëve që janë goxha të parishme. Kemi pasi kësë rast, ndërsa dhe unë prej eksperiencës, që ndërsa një nxënës që nuk ka qenë dhe që mirë, ka marrë ma shumë se dikush që ka qenë i mirë, edhe ndërsa që nuk ka pas sjellje të mira, të heshme. Edhe mande kjo ka kriju qysh mosh 3 demoralizim të ringë. Për shembull, unë e shoh di ora raste tilla, Penzojna është një nxënës i suksesshëm, ka mësu gjithmonë për 9 vite u ka nxënës i dallum, në test të arritshmërisë ka pas ma pak pikë, edhe kom pa shumë që kur kanë dalë edhe në shkollë të mesme, çaq që kanë thyen emocionalisht, do të thonë në aspektin psikologjik janë kanë shumë të dëmtuar, se krejt, ndoshta për çato 9 vjet kanë kalu mirë, e kanë pas një përvojë shumë të mirë, por kur kanë rri punat e pikt e testin, do të thonë kanë marrë ma pak, edhe sikur i ka shkatruar emocionalisht, i ka thyer emocionalisht çaq shumë sa që ndoshta edhe ja ka hup motivin ose vullnetin për shumë arritje tjera. Nëse, po mendoj, nëse ishim vlerësu ma shumë veç notat, unë mendoj që pjesa ma e mirë shkon ajo që me u vlerësu notat, do me thonë qysh ka qenë, çfarë nxënësi ka qenë prej të parës deri të 9-ën. Ato nota janë pasqyrimi punës që e ka bu për një gjysmë vjetor, jo ti për një orë, nuk mundesh me një orë ti me matë ose sa gjatë testit tash spedi, me çto 200 pyetje që ta dhejna me matë inteligjencën e një fëmiu për 9 vjet, ajo nuk e përfaqëson as edhe 1%.
Mendoj që dëftesa, që shë tha dhe ina, notat, për secilin veç shkollor, për secilin gjysmëvjetor, janë reflektim i punës që nëzohen se i ka bu për gjatë që aty gjysmëvjetore edhe të viti shkollore dhe që ato du të me marë parasysh. Mbeti një fjallë që e thoa Tringa që thoa gjithçysh nuk du të me qenë perfekt, nuk du të ndështa gjithmonë sepse është e pamundër me qoftë kjo që i kemi këtë stigma që do të me pas gjithçysh krejta 5 që sa ndikon ndështa në psikologjinë e një nxënësi, një fëmijë në këtë rast që ndështa kur del në shkollë të mesme, një profesor i caktuar ose për shkak të rrethonave nuk ka mujt me u përgatitë dhe merr një notë keqe, pra nuk i ka krejta 5 që. Ndikon, normal që ndikon keq, që përmanda thejet emocionalisht, se është mësu me qitë vetit standartet në alta, okej, është mirë me kërkuse prej vetës, po me di që të imun është me mrish ato. Për shembull ka fëmijë që ndoshta janë shumë kërkus, po nuk punojnë, ose në anën tjetër edhe është pjesa që shë përmana dhe ma herët kjo e balancit emocional, nuk arrin me balancu mirë emocionalisht. Për shembull, ina edhe shumë nxënëse tjera në shkollë, arrin që me balancu shumë mirë këtë pjesën e stresit, notime, do më thonë me mësojnë paraprakisht, edhe pjesa sistematike, kur mësojnë sistematikisht, do më thonë jo veç 2-3 ditë para se mu pyet. Ina edhe plot nxënëse tjera janë prej nxënëseve që janë shembull nxënëseve që mësojnë sistematikisht, edhe kjo ndikon që me pas performancë më të mirë. E në raste tilla, do më thonë, tek ta e përmena, tek ta nxënësa ndikon, i thënë emocionalisht, kanë prishmëri të mëdha dhe tanaj kur e marrin një 4 ose një notë më të dobët, thehen edhe nuk mundën mu pajtu me qatë fakta dhe dalin shumë prej vetës që mrinë ndoshta edhe me ankth ose fillojnë ndoshta me pas edhe sjellje impulsive ose konfliktuoze me të tjerët. Kështu që ka domethënë raste të tilla që ndodhen. Në këtë aspekt mundot me ndihmu. Ndalim ndoshta edhe tek Ina, sepse e përmendet që është zgjedhë dhe si nxënësja me dalluar në shkollë. Qysh ka qenë ndjenja Ina me u zgjedhë si nxënësja me dalluar edhe ndoshta tash edhe e përmendit Tringa tash gjithmonë kërkon për vetës që me qenë më e mira. Për fund vetëm mendoj që ka qenë shpërblimi më i mirë që cili ku mujt me marr, është një vetë cili kom punu shumë, edhe pavarësisht do me thonë punës që e bën në fund të diçka keme arrit në diçka në fund, pavarësisht është e mira, është e keqe. Unë me vetën janë shumë krenare, duke po se kom arrit me u zgjedhë dhe nxënësja si më e mirë në shkollën Asim Vukshi. Ka qenë një vetë plot me vështirësi dhe plot me përballje dhe kom arrit me kuptu edhe shumë prej vetës. Çka ke kuptu? Kom arrit me kuptu një të karakterit tem cilën se kisha prit që e kam brenda vetës. Cila është kjo, Ana? Unë si fëmijë gjithmonë kam qenë shumë e butë. Jem pak më e qetë, pak më e butë si natyrë, edhe kom arrit që në klasën e 7 nuk shkon do me thonë gjithmonë me anën pozitive, edhe nuk është do me thonë se çdo njeri nuk e meriton mja dhonat butësinë që dhënë e ki. Edhe e kom zbulu edhe pak prej vetës që nashta është mirë edhe do njerëzë mja ndalu dhe mi thonë jo. Edhe mi thonë mos vazhdo mos, unë nuk e pranoj. Mos me i lutë ndështë njerës që nuk e meritojnë, po thejme në këtë rast, sepse ka termi për mdo këtë është people pleasing, a Tringa? E vërtet, po. është pak di ora dhe qysh është një person i ndërtuar. Për shembull, unë vetëm psikologe, po unë mendoj që disa ne shkojnë pak me gjene. Është pak problem me ndru, për shembull një fëmijë që mos na thuj më se tash. Jo, mos na thuj. Po është karakteri i njerit, personaliteti i njerit që ndoshta nuk mundet me ndryshu, po që secili unë besoj se secili njeri mundet me gjetë fushën mundet me gjetë veten me një fushë të caktuar. Për shembull, dikush është për moderatorë, dikush për mësimdhënëse, dikush për psikologe. Unë mendoj që secili profesion është i mirë, është i veçantë, edhe Zoti na ka bërë krejtëve ndryshëm që me plusu njëri tjetrin në aspekte të ndryshme. Po Ina e përmendje ka ato anën e butë punët, Ina është edhe një anë luftarake. Domethënë është shumë luftarake, ka një karakter shumë të fortë, është një fëmijë shumë i formuar, me edukuar, edhe thjesht mendoj që është prej fëmijëve që e jap një shembull më perfekt që duhet me qenë një nxënës edhe një fëmijë ditë e sotit. Përpos që është shumë e mirë në aspektin akademik, është prej nxënësve më të mira në shkollë, më të dalluar. Ina e ka edhe një edukatë të mrekullueshme dhe kjo e rrit halama shumë atë nurin e vetë, atë dritën e vetë, edhe e bën një fëmijë halama, më të përkrym, më perfekt. Po, ndoshta janë kërkues Tringa nxënësa tash me krahasu, ndoshta po themi përgjithsisht se nuk kemi ndoshta një statistikë aty, po që mundemi me marrë. Sa janë më kërkuese që kemi qenë për shembull ne ose gjeneratat
e më pashme dhe ndoshta vetë fakti që edhe vim vizitohen tek psikologu, edhe vetë fakti që e ka një psikolog në shkollë, i thot ndoshta krejta. E vërtet, në fakt diura nuk është që ka ndonjë statistikë ose diçka të veçantë, po unë mendoj që ma herët kanë qenë ma kërkues. Nuk i di pse Kanë qenë ma kërkues. Ma kërkues. E shoh gjenerata jam, unë jam gjenerat, kom din vitin 1997, në klasë, domethënë jena shty, kush po mrin, kush fika notat më të mira. Kush po dal më i mirë të mësusja, sot fatkeqësisht është e kundërta. Nuk e di pse, ndoshta kanë ndru kunat, e shoh edhe bullizohen nxënësat e mirë, bullizohen nxënësat e shkëlqyshëm, marrën si, domethënë konceptohen si jashtë mode ose terma të tillë, edhe që realisht nuk duhet me ndodha ajo. Domethënë sot është krejt e kundërta. Unë e di kur unë kom kryer shkollën fillore, kom përfunduar shkollën Ajin Frashëri në Prishtinë, te mësusja, veç te mësusja sa kemi qenë, gjithmonë e kena pas atë luftën, kena qenë një klasë shumë e mirë, edhe ka pas me të vërtetë nxënësa shumë dallum, edhe ka qenë ajo lufta kush me dal ma i miri te mësusja. Edhe a ndodh kjo, Nina ndoshta mund të na gatuaj, shtyeni jo? Ajo. A ndoshta ajo pakita që është. Klasa jonë kryesisht është klasë shëmbullore dhe na nuk është që shtyhemi, po cili del më i miri është më i miri dhe mirë kuptohet prej krejtve. Por është edhe një negative cila ekziston për shkak se edhe na si gjeneratë shohim që ka shumë pak fëmijë që kërkojnë prej vetës. Ka shumë pak fëmijë që janë, domethënë, përpara kemi pas klasë që ka mujtë me kanë krejt shëmbullore, ndërsa tash janë 2-3 veta gjithsej në klasë. Edhe ose prej në varet prej anës fëmijë që domethënë e marrin mësimin pak më jo seriozisht, kryesisht kanë ju thojnë fëmijëve që kanë krejt notat 5-shë, këtyre kjo që domethënë rrinë gjithë me libër në dorë ose ke mësimit, po është e vërtet. Për veti nuk kom pas, po kom pa edhe nxënësave tjera që ju kanë thonë këto fjalë, edhe është krejt negative për shkak se me qenë më i miri nuk është asnjëherë keq, edhe me qenë domethënë më pozitivi dhe më shëmbullori asnjëherë nuk është keq, është krejt e mirë kuptueshme dhe krejt domethënë pozitive që ti me qenë maj miri prej kritve, po në të të sësotit ka shumë pak fëmijë që këqyrin me anu prej anës pozitive, edhe anës shëmbullore. Atë gjithmonë du të me qëndru i mirë edhe pozitiv, sepse krejt vënd edhe që përblejet. Ne jemi në minutat e fundit, unë kisha dash nga një mesazh, qoftë edhe prej Tringës edhe prej teje Ina në këtë rast. Sa i përket këtë vitit shkollor, fundit, tasht edhe ndoshta këtë tranzicionit që vjen pas... Që vjen mas kësaj, mas vitit shkollor, po, edhe njëre falimderit shumë që na i ka dhënë mundësin, ke knasi, si gjithmonë me bashkë bisedu me ty, edhe që e ke pranu edhe Inën sot. Po, pa tjetër, mas e ki lëvdu ka shumë Inën, tash bere edhe Inën. Ju ka bindë. Një mesazh për fund, unë e kam mas pari një mesazh për prindrit, edukoni fëmijët sa më shumë, mos jap një rëndësi veç anës akademike, me rëndësi në fundit është edukata e fëmijët, është shumë kënaqësi, është shumë lumturi me pa një fëmijë që ka nota të mira në shkollë, që performon mirë në shkollë, po në momentin kur e ka edhe edukatën, sjelljet e mira, ka vlera njerëzore, ajo ja rrit ndoshta 100 fish më shumë derën atij fëmiu, e që fatkeqësisht po ka të pakt njerëz në ditë sotit, nuk po thonë veç fëmijë në zonësa, po në përgjithësi njerëz. Sa i përket temës që e diskutuam, kishte qenë që për gjithë në zonësat, kurdo që kanë në moment që ndihen vështirë, kanë stres, qoftë për pjesën e notimet, ose mrinë deri në një nivel ku e ndjenë që po përjetojnë angth, me kërku ndihmën e psikologët, me kërku ndihmën e profesionistëve shëndetit mendor, qoftë psikologët, pedagogës, mësuesës mbështetëse në shkollë, na jemi aty për mi përkra edhe mi ofru ndihmë në maksimum, çdo se në kalon, çdo se në ka zgjidhje, vetë se duhet më mësu që me bu një balans, edhe me i marrë sanet me qetësi edhe me lehtësi, për çdo se në ka zgjidhje. Faleminderit, Tringa, për këtë këshillat dhe fjalët e çuat që janë gjithmonë të duhur. Faleminderit shumë. Ina, a kina i fjallë për bashkëmoshatarët e tu? Na i mesazha. Patjetër, një prej mesazheve që unë kisha dashur me dhënë tek moshatarët e mi është që asnjëherë mos më ndal të kërku prej vetes. Ti mundesh me kanë më mirë edhe në momentet më të vështira, edhe asnjëherë mos më ndëgjoj fjalët e tjera edhe mos më lën kërkon për me tul poshtë.
Faleminderit shumë. Që të dyja, për veti e kam shfryzu në mënyrë më të mirë dhe ke intervizja zakonisht pozitive. Faleminderit shumë. Sepse që të dyja datë informacionet të duhura, qoftë nga ana e psikologës dhe Ina si nxënëse, kështu që falenderoj shumë që keni gjetë sot kohë. Suksese në krejt këtë përfundim të vitit, shpresoj që keni me pas pak pushim tasht. Edhe me ushlodh pak. Edhe një dhe ditë. Edhe dhe ditë. Faleminderit shumë Tringa, faleminderit Ina. Faleminderit shumë Diora, kënaqësi, faleminderit. Shikues të dashur, ishte kjo intervista me psikologën Tringa Bisoka si dhe me Inën nxënësen pra nga shkolla Asim Vokshi, për shpresoj që edhe jo keni qëndruar gjatë gjithë kësaj kohe me neve për me pa ndoshta edhe pak a shumë edhe krejt vështirësitë, problematikat edhe me çka ballafaqohen nxënësit në vendin tonë, edhe për shpresoj që këto këshilla që na dhani keni mbajtur mend edhe sidomos keni më shfrytzu për ditën e vjen. Faleminderit shumë nga unë Diora, pazite sa më të këndshme.